A i ke kuptu që ata që i ki humb nuk kthehet mo. Pse po tërhiqesh kur s'ka mo rrezik, apo s'ka mo dashuri? Dyryu. Për gaforen, gjatë qisa jave, ki më zbulu që dikush ka fol mbrapa shpinës tënde edhe ka me dhimt. Marrëdhëniet kthehen prej dashurisë në ftofësi, pa pritmas. Një çështje ligjore ose zyrtare, në minutën e fundit, ka me shku keq. Për akrepin, gjatë qisa jave kimi injoru shenjat e trupit dhe të shpirtit që po të thojnë stop. Një kthim që ke pas shpresa, rikthehet, po jo ashtu qysh e mendove ti, por për hakmarrje. Në momentin më të papërshtatshëm, ke më zbulu një fshehtësi, ose pi partnerit, ose pi rrethit tënë që ka me të thy totalisht. Për peshqit, dikunja që ti i ke dhon çmës, e kthen shpinën për arsye egoiste. Mundet me ndodhë se gjatë qisa jave keme marrë një mesazh që ta tërëndit shpirtin. Një fjalë që ta ka thonë dikush, oj gjallë, oj vdekur, ka mu të thillë në kry, gjatë qisa jave, edhe ka me të ndiku çdo vendim që keme marrë. Mos haro, ndjeshmëria jote është një dhënti, po për këtë javë është armë. Dydu.